Miq të bekuar, ju përshëndes. Ne jemi shumë të bindur që Perëndia Ati ynë dëshiron që përmes lutjes të kemi për herë një miqësi dhe një përbashkësi të çmuar me të. A nuk është e mrekullueshme me të vërtetë të vish të lutesh edhe të kërkosh fytyrën e Perëndisë së gjallë të gjithë pushtetshëm? Në këtë kohë sapo kemi sjell për kishën shqiptare librin e dytë të pastor Markut, Tabernakulli i Lutjes, një libër me mësime nga jeta e lutjes së Mojsiut. Me të vërtetë një libër i çmuar me shumë vlerë. Keni këtu përmbajtjen e librit, temrat pra ti të rrasësh Perëndin, të dallosh Perëndin, ti dorëzohesh atij, i shtrënguar për të lutur, edhe tema të tjera duke reflektuar në secilin rast me jetën dhe shërbesën e Mojsiut, ndërsa unë vetë jam duke lexuar librin, me të vërtetë jam duke u bekuar, vëllezër dhe motra, dhe dua t'ju nxis që të mund të shijoni edhe ju urtësinë dhe përvojën e jetës së lutjes që vjen nga pastor Marku. Po e mbyll këtë pjesë duke lexuar një citim të shkurtër. Lutja është shërbesa më e madhe e të krishterit. Megjithatë, kjo nuk është një shërbesë në të cilën zgjedhin të përfshihen shumë të krishterë. Shpresoj që ndërsa udhtojmë bashkë, do të fitoni një kuptim më të madh mbi lutjen dhe kështu do të hyni në tabernakullin tuaj të lutjes. Si thash, Tabernakulli i Lutjes është libri i dytë, pastor Marku ka shkruar të lutesh me zjarr, një libër tjetër i çmuar që ka bekuar shumë besimtarë në kishën shqiptare, dhe tani lutemi dhe shpresojmë dhe i dorëzojmë të dy këto thesare në duart e Zotit, me qëllim që ne, populli i Tij, do të bekohemi dhe secili prej nesh do të ndërtoj një tabernakull të lutjes ku ecën kushësisht me Perëndin e njëjtë dhe transformohet nga fuqia e Tij. Zoti ju bekoft shumë.